Jashtë një kafeje 3 bloqe larg nga arena kombëtare, 2 burra qëndronin mbi karrige dhe po montonin pajisje në tondën mbrojtëse. Dreka e së enjte sapo kishte kaluar dhe Tirana po përgatitej për një ndeshje që mund të kishte mbushur stadiumin kombëtar të paktën 10 herë. Nuk ishte asnjë vështirësi për të identifikuar flamurin shqiptar, shqiponja e zezë me 2 koka që shtrihen nga qendra e saj. Flamuri i dytë që po ngrihej është bërë gjithashtu i zakonshëm. Ai mbante fjalën autoktonus, duke paraqitur një version të hartës së Shqipërisë së Madhe, që ndërroi një ndeshje futbolli në një incident të madh diplomatik në vitin 2014. Të premte në mëngjes ai flamur ishte zvendësuar me një version pak më nxitës, ndoshta autoritetet kishin hyrë për një bisedë të qetë. Ata duan të eliminojnë çdo shkak të mundshëm për trazira si ato që shpërthyen në Beograd 11 vite më parë, kur një dron uli imazhin e diskutueshëm në stadiumin Partizani, gjatë një ndeshje kualifikuese për kampionatin evropian mes Serbisë dhe Shqipërisë. Pasojat e asaj nate shkuan përtej sportit dhe pati lehtësime të përgjithshme kur në nëntorin pasues, ndeshja e kthimit në qytetin shqiptar Elbasan kaloi pa incidente madhore. Me siguri fytyra Tiranë në përdhom në federatat e 2 vendeve në dhjetor të vitit të kaluar, kur shorti kualifikuese për Kupën e Botës 2026 i vendosi përballë njëra tjetrës. U ngritën vetullat në arenën ndërkombëtare, por nuk ishte asgjë që i pengonte të përballeshin sërish, pavarësisht se një histori të gjatë dhe të përgjakshme, plagë të freska të cilat janë nga lufta në Kosovë me shumicë etnike shqiptare, kombet nuk janë në konflikt aktiv. Asnjëri nuk kishte kërkuar të shmangte tjetrin. Ishte pashmangshme që problemi i marrëdhënieve në kontekstin e futbollit të rishfaqej një ditë. Asnjë burim nuk po kursohet për ta zgjidhur. Rreth 2000 efektiv policie do të vendosen për ndeshjen e parë të grupit K të shtunën në mbrëmje, përfshirë forcat speciale dhe antiterror. Burimet sugjerojnë se deri në një 500 polic me rroba civile do të jenë në mesin e 22500 spektatorëve. Tifozët e huaj nuk do të jenë të pranishëm. Pajisjet kundër dronëve po instalohen në zonën përreth dhe personat e paralajmëruar se pajisjet e tyre do të rrëzohen nga qedhi. Me shumë gjasa, çdo përpjekje për trazira do të marrë një formë tjetër. Dronët nuk ishin aq të zakonshëm në jetën publike kur ai mjet i vogël shkaktoi kaos në Beograd. Por masat e marra rikujtojnë Ismail Morinën, operatorin e vinçit me mjekër dhe duke të padëmshme, i cili u shpall hero kombëtar për pranimin e përgjegjësisë për incidentin e vitit 2014. Edhe pse nuk u raportua gjërësisht atëherë, Morina kishte një bashkëpunëtor që ka preferuar të qëndrojë në hije. Veprimi i Morinës pati kosto. Ai u arrestua për mbajtje të palishme armësh para vizitës së Serbisë në 2015, duke u mbajtur larg syve të publikut gjatë asaj ndeshje. Më pas u burgos në Kroaci dhe Itali, ku kishte leje qëndrimi sipas një urdhër arresti serb të lëshuar përmes Interpolit. Ai është rikthyer në stadiumet shqiptare duke u ngritur mbi krahët e tifozëve në ndeshjen ndaj Çekisë në 2023 dhe duke shkëmbyer fanellan me gola shënuesin Yasir Hasani. Së fundmi është parë në ndeshjen vendore, por në prag të takimit të së shtunës, llogaritë e tij të dikushme në rrjetet sociale janë zhdukur. Nëse ndonjë nga të njohurit e tij e di ku ndodhet, nuk e thot. Supozohet se ai nuk do të rrezikonte të afrohej pranë stadiumit të shtunës. I vetmi shpërqendrim gjatë stërvitjes së Shqipërisë të enjte në mbrëmje ishin disa vaditës shumë të zellshëm, prania të cilëve askush nuk e kundërshtonte në temperaturat mbi 30 gradë Celsius. Elseid Hysaj, mbrojtësi i Lazios, është i vetmi lojtar aktual që ishte në ndeshjen kaotike të Beogradit. Nuk duhet të përsërisim pamjet e vitit të kaluar, ka thënë ai. Trajneri na ka kërkuar të mos panikosemi për këtë ndeshje, duhet qetësi dhe ekuilibër emocional.